është në muajin e fundit të pritjes së ëmbël dhe kjo dallon edhe në setin e fotove. Tashmë, ky lloj pozimi i nisur si një trend tek vipat e huaj është kthyer i tillë edhe për ato shqiptare. Këngëtarja po shijon periudhën më të bukur dhe është në pritje për të bërë për e herë të parë prind, bashkë me partnerin e saj Patrisin. Mbrëmjen e kaluar Gjensila ka festuar ditëlindjen dhe në këtë ditë ka marrë shumë dashuri, jo vetëm nga personi i zemrës Besi. Miq, të afërm dhe shumë fansa ja bën ditën edhe më të bukur bukuroshes, e cila i falenderoi të gjithë të cilët bën të mundur që darka të shkëlqejë. Të zgjohesh me një rrezë dielli që të përkëdhel fytyrën është kënaqësi më vete. Të tilla janë mëngjeset për Çilietën, e cila duket se ka rënë në qetësi për sa i përket muzikës dhe po shijon në maksimum jetën private, ku me siguri ndihet po aq e përkëdhelur sa dielli. Mëngjeset e Alketës janë mjaft energjik dhe jo si i nisin me muzikë. Pilates dhe yoga janë kthyer në aktivitetin e preferuar të orës 7 të mëngjesit për moderatoren, e cila rrezullen me buzëqeshjen nën efektin e këtij aktiviteti mjaft benefit.